Shqipëria për vitin 2016 konsiderohet një vend pjesërisht i lirë. Në raportin e organizatës Freedom House, që vlerëson shkallën e lirisë në vendet e botës, Shqipëria dhe Kosova renditen në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Edhe për gjendjen e lirisë së shtypit, Shqipëria konsiderohet vend pjesërisht i lirë. Raporti i publikuar sot nxjerr në pas se prej 11 vitesh me radhë, liria ka shënuar rënje në shkallë botërore. Nga 195 vende të përfshira në raport, Shqipëria dhe Kosova përfshihen në mesin e vendeve me liri të pjesshme, kategorinë të cilën janë edhe një pjesë e vendeve të rajonit si Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia dhe Mali i Zi. Kroacia dhe Serbia janë përfshirë në kategorinë e vendeve të lira. Në raportin e organizatës Freedom House, vlerësohet se gjatë vitit që lan pas, forcat populiste dhe nacionaliste kanë arritur fitore të rëndësishme në shtetet demokratike. Raporti vlerëson se në nivel global janë shënuar hapa prapa për sa i përket të drejtave politike dhe lirisë, përfshirë këtu edhe vende që klasifikohen si të lira, siç janë Danimarka, Franca, Serbia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndër 195 vende të vlerësuara në këtë raport, 45% e tyre janë kategorizuar si të lira, 30% pjesërisht të lira dhe 25% jo të lira.